Hey miq të What of a Daily, ja ku jam sërish për të thënë lajmet e fundit se çfarë ka ndodhur në showbiz dhe le të nisim me dramën e parë. Alba Pollozhani dhe Lim Hoti, a janë bashk as janë bashk? Alba kishte qenë në prime-in e Luanës, ndërkohë që Limi ishte duke I parë nga shtëpia, por nuk ishte vetëm. Ai postoi një story ku shfaqej me një vajzë provokuese, e cila ishte pak a shumë nudo, le të themi. Mirë po kjo story u fshi menjëherë. Por nuk I shpëtoi syrit të Albës, e cila ishte në program. Në fakt, thuhet që Alba I dërgoi një mesazh vajzës që shfaqej në video duke I kërkuar të largohej menjëherë nga rezidenca e Limit, për ndryshe paralajmëroi tërmet. Dhe kur paralajmëron Alba tërmet, dihet që tërmeti do jetë poshtë 4 ball. Por nuk është ky lajmi I vetëm, sepse kemi edhe një tjetër lajm. Më në fund, Luani ynë do të bëjë një film me luaneshën e tij, Louise Ailey me Kiara Titon. Kiara ka qenë e ftuar në një prej programeve të Top Albania Radio dhe ka thënë që së shpejti do të bëj një film bashkë me Luizin. Fjalë për fjalë ka thënë që jemi duke u organizuar për të bërë një film bashkë, është hera e parë që e them. Tani është momenti që ne jemi në fillimet tona, sepse filmi normalisht që do shumë kohë që të dalë, por ky është një projekt që ne kemi dëshirë që ta bëjmë sa më shpejt. Në vazhdimsi do t'i mbledhim të gjitha detajet dhe fondet, ka dashur të thotë, po nuk e ka thënë. Por që besoj që fondet dhe detajet do të mblidhen dhe ne do të kemi një finalizim të këtij projekti. Jam shumë kurioz se si do jetë ky film, a do ketë ndonjë frymëzim nga Luani, nga Luanesha, pra do ketë detaje të cilat fansat I identifikojnë këto personazhe, por mbetet të shihet. Lajmin më bombastik e kam ruajtur për në fund sepse Roza Lati ka patur një shpërthim emocional online. Ajo në Instagramin e saj ka postuar disa story ku ka folur për gjithë eksperiencën e saj në Why Not, se si e kishte bërë atë program me aq shumë dashuri dhe kishte mungesë stafi dhe ajo shkonte natën në shtëpi duke qarë, pastaj nga eksperjenca në Big Brother ku prap nuk u ndje e kënaqur sepse e kuptoi pak a shumë se si funksiononte televizioni. Mirë pa ajo që më bëri mua përshtypje ishte deklarata që ajo bëri për televizionet në përgjithësi dhe dukej si një thunë ndaj Top Channel për faktin se ky fundit I besoi fan clubin Heidi Bacit. Fjalë për fjalë, Roza Lati ka thënë që vura re, jo vetëm në një televizion, që po u jepej drejta të drejtonin e moderonin programe në televizion persona që s'kan eksperiencë të moderojnë, që s'din të flasin, persona që nuk e kanë magjinë e fjalës. Ndoshta nuk është ajo magjia e Winx që ne jemi mësuar dhe jemi rritur, por është një magji tjetër që Roza e di. Artin e komunikimit e të tjerë, por që u vën atë kufje në vesh, që unë se kam, nuk e kam sot, që vën ato kufje në vesh dhe ju thonë nga regjia se çfarë duhet thonë, po që publiku nuk e di këtë, ka thënë Roza. Gjithashtu ka cekur dhe pazarin. Pra, si duket kësaj nuk I kanë ofruar një shumë të majme për të prezantuar fan clubin. Aja ka thënë që vura re që pazari për të drejtuar programin kishte rënë, rroga qesharake që po dëgjoja vërdall dhe në secili sponsor, përqindje qesharake po dëgjoja nga të katërta anët. Profesionisti kushton, profesionisti e ka zanat, këtë gjë nuk do të drejtoj programe falas, apo me pazar të ullët, vetëm që të jem I famshëm. Dhe mire kam fakt, se në funditës leku duhet, nuk duhet fama. Në fakt edhe fama duhet, po Roza I ka ato këtë Instagramit, mund të bëj reklama fare mirë, nuk është I këto tjerët që vuajnë për këtë në Instagram. Kështu që Roza shpresoj të shohim së shpejti në ekran, ajo e tha që do rikthehet, po s'dihet se kur, për momentin është duke I përkushtuar dashurisë dhe jetës private. Ndërkohë tani do të kalojmë tek top 5 këngët më të klikuara të javës. Po, kjo është një rubrikë re që do ta themi këtu në What of a Daily. Në vendin e 5 kemi këngën e Gjensila Myrtezait Makthe, që është një bashkëpunim me Ledri Vulën. Ndodhet në vendin e 5. Ndërkohë që në vendin e 4 kemi Don Fenomin me këngën Naqe, nuk e di se kjo këngë ndodhet këtu, por gjithsesi shqiptarët I pëlqejnë pak këto muzikat folk dhe pak tallava. Në vendin e 3 ndodhet Dhurata Dora me Von, videoklipi I saj I fundit dhe kënga e fundit që është bërë goxha virale edhe në TikTok, duket se ka rrëmbyer zemrat e fansave dhe vazhdojnë ende ta dëgjojnë. Në vendin e dytë është Idhulli I Blerta Çelaj, Noisy, është në vendin e dytë me këngën Dashni Kera, është kënga e fundit e Noisyt I cili po paralajmëronte albumin e tij, pra thuhet që çdo javë Noisy do të publikojë këngë në vazhdim deri në publikimin e albumit. Dhe vendin e parë e merr ata të dy, Butrin Timeri dhe Tajna me këngën Lot.
Asnjë lot nuk nxorra kur e dëgjova këngën, por shpresoj që ju të keni nxjerr disa lot dhe ta keni ndjer këngën përderisa po e dëgjoni kaq shumë. Unë kaq kisha për këtë episod, ne do të shihemi të premte në ora 8, ju pret një episod fantastik i What of a Show. Shihemi. Ándale.